Ky heroi ka jetuar deri kur vdiq aty, Kadareja deri në 1919. Kur pastaj është rikthyer. Po, prona ka vazhduar fut. Po. Ka vazhduar, domethënë shtetësuar, sepse pra në fillimi kanë pasur apartamente në përdorim. Po, qartë. Domethënë në fillim të viteve 90 janë bërë pronar legal në tyre. Lartë për shembull janë dokumentet e pronësisë së apartamentit. Nga momenti që i është dhënë në përdorim nga familja, pra kemi të gjithë dosjet e plot, qirat që janë paguar, objektet që kanë qenë brenda apartamentit, dhe deri në vendimin e gjykatës që ajo bën provë e familjes. Megjithatë është në 73. Atëherë me dokun më vështirë. Dhe kush ishte tjetër në pallat? Fejt Ibrahimi është përballë drejtorëri, ka në lart këtu e ka. Domethënë ka në sipër të hyrja përballë, Marcelo ka pasur një apartament këtu dhe ai si ka Atëherë këtu jemi në dhomën e Tiranës. Në fakt, arsyeja pse i quajmë dhoma e Tiranës është sepse këtu kemi fotografitë që tregojnë se si ka qenë qyteti i Tiranës gjatë kohës që Kadare ka jetuar këtu, ndërkohë që në mur kemi, po themi gjysmën, sepse gjysmën e kemi në murin e dhomës tjetër të kronologjisë së veprave të Kadares. Dhe patjetër që më duhet të shpjegoj se në disa prej viteve ky nuk është numri i veprave që e ka shkruar në një vit, por ne në fakt në kronologji kemi përfshirë dhe ribotime. Dhe arsyeja është sepse në disa prej këtyre ribotimeve, si për shembull në rastin e generalit të ushtrisë së vdekur, vetë Ismail Kadare mund të ketë shtuar pjesë ose ka ndryshuar pjesë. Për këtë arsye edhe i kemi përfshirë. Madje ka edhe histori të tjera që nuk ndryshon brendia e librit, por mund të ndryshojë titulli, si në rastin e emblemës së dikurshme që sot gjendet me titullin Pallati i Ëndrave. Kjo është dhoma e filmit, kjo në fakt ka qenë kuzhina e apartamentit, patjetër që ndërtarët kemi bllokuar duke qenë se na duhej një dhomë filme. Dhe këtu shfaqen filmat për Kadare. Pikërisht, sepse shfaqen edhe momente nga filmat, bashkë me informacionin që ofron edhe Guida, për arsye sepse ëndra e dytë e Ismail Kadares ishte pikërisht të bëjë një regjisor filmash. Dhe në fakt një numër i madh i veprave të shkruara prej tij janë adaptuar në filma. Si për shembull këtu kemi dy nga posterat, ballë për ballë bazuar mbi romanin Dimri i Madh, i cili patjetër kur u botua për herë të parë me titullin Dimri vetmisë së madhe bëri pak zhurmë, dhe gjithashtu posteri i dytë është Nusja dhe Shtetërrethimi, që skenari i të cilit në fakt është shkruar nga Elena Kadare. Ndërkohë që në mure, si dhe tek albumet, kemi foto të shkëputura gjatë kohës që janë bërë xhirimet e filmave, nga filma si Nusja dhe Shtetërrethimi, ballë për ballë, por ka patur edhe filma të tjerë si Generali i ushtrisë së vdekur që ka ardhur me dy versione, Kush e solli dorën tinde është kthyer në një pjesë teatrale, radiostacioni gjithashtu bazuar mbi romanin e tij Nëntori një kryeqyteti e shumë të tjera. Ky është telefoni me cilin ka folur Kadare apo jo? Po. Origjinali. Kuqezi. Ka qenë dhoma e gjumit të çiftit Kadare, por për ne është dhoma që muzeu ja dedikon pikërisht studentëve dhe kërkuesve. Ne këtu mbajmë librat të tyre, mbajmë doshkrimet si të Kadares, gjithashtu edhe të Elena Kadares, dhe ata janë të lirë, patjetër kur muzeu është i hapur të mund të vinë të përdorin këtë dhomë dhe është pa tarif shtesë. Pra në rast se ata dëshirojnë të vizitojnë muzeun, patjetër që ka një bilet, por ndërkohë përdorimi i kësaj dhome është e lirë. Janë të mirëpritur kur të dëshirojnë, të lexojnë. Për të bërë kërkime apo jo? Të zhvillojnë kërkimet e tyre, mund të përdorin gjithçka që ndodhet në bibliotekë. Por në fakt është dhoma që i dedikohet, po themi, përkthimeve të Ismail Kadares. Patjetër që ne i themi dhoma e Generalit të ushtrisë së vdekur për arsye sepse është pikërisht libri që është përkthyer në më shumë gjuhë dhe është libri që është preferuar më shumë nga lexuesit e Kadares. Kjo ka qenë dhoma e gjumit të vajzave. Neve kemi këtu disa nga dorëshkrimet origjinale, po themi, kjo është një pjesë e shkëputur e skenarit të filmit të Generalit të ushtrisë së vdekur. Kemi botimin e tij të parë si tregim, duke qenë se në vitin 62 Generali i ushtrisë së vdekur është shfaqur si tregim në revistën Nëntori dhe më pas kemi botimin e parë si roman në vitin 63. Ndërkohë që në për ekspozitorët e tjerë kemi të bëjmë me skenarët që janë bërë në gjuhë huaj për bashkëpunimin
mes Italisë dhe Francës, duke qenë se generali i ushtrisë së vdekur, pas produksionit të parë i cili që e gjiti shqiptar, ka bërë një bashkëpunim mes vendeve, ku ky bashkëpunim ka sjell emra të rëndësishëm të kinematografisë botërore, si për shembull Marcello Mastroianni, të cilin ne e kemi edhe në mur, që ka ardhur me rolin e generalit, Luciano Tovoli, regjisor, apo Michel Piccoli, aktor i famshëm francez. Ndërkohë që këtu kemi një ftesë që BBC-ja e dërgon Ismailit për shkak sepse dëshironin të bënin një program në radio, ndërkohë kemi dhe një kartolinë të dërguar nga Michel Piccoli dhe ftesa nga shtëpi botuese për të bashkëpunuar me Ismail Kadaren. Pra konsiderohet generali i ushtrisë së vdekur si vepra që po themi hapi dyert e përtej kufive për Kadaren dhe për librat e tij. Ndërkohë që gjithashtu në mur kemi gjuhët në të cilët mund të janë përkthyer veprat e Ismail Kadares dhe vendet ku mund të gjejmë këto së bashku me numrin e botimeve, se sa herë pra është botuar, dhe këtu tani nuk po flas më vetëm për generalin, por veprat e tij në tërësi. Ndërkohë që në statistikat që kemi në murin përballë, kemi botimet në gjuhë shqiptare, si për shembull, po të marrim rastin e generalit të ushtrisë së vdekur, 17 është numri i botimeve në Shqipëri, me të zezë kemi gjuhën e huaj dhe më pas totalin. Domethënë më shumë në gjuhë të huaj. Po, patjetër. Ana, ti çka je me profesion? Unë në fakt jam përkthyese dhe interprete. Punoj kryesisht me gjuhët frëngjisht dhe anglisht. Pra u shërben njerëzve kur vinë të vizitojnë këtë shtëpinë në dy gjuhë. Në këto gjuhë, edhe në shqip, patjetër në 3 gjuhë pra shërben. Patjetër që edhe në frëngjisht, po. Në katin e tretë e kemi shtëpinë e Dritëro Agollit, apo jo? Po. Ana? Këtu jemi në apartamentin e Dritëro Agollit. Këtu, domethënë, gjërat kanë lëvizur me kohën, nuk kanë ngelur në kohë si te shtëpia. Po themi duke qenë se Agolli ka jetuar në këtë apartament nga 74 deri në vitin 2017 kur edhe ndëroi jetë. Pra patjetër që kemi lëvizur më shumë në kohë se sa vitet 90 që kemi poshtë tek apartamenti i Ismail Kadares. Në fakt, korridori, gjithashtu edhe dhoma që është dhoma e parë, po themi, ka informacione në mur. Patjetër që një pjesë të kësaj informacioni e ofrojmë edhe me guid, por gjithashtu janë bërë në mënyrë të tillë, në mënyrë që vizitorët që dëshirojnë të mësojnë më shumë, janë të lirë të mund të lexojnë informacionin. Pllakat gri në fakt përmbajnë informacion në lidhje me Dritëro Agollin, fëmijërinë, studimet, apo informacione mbi botimet e shumta që ai mund të ketë bërë. Ndërkohë që në mur kemi informacione të rëndësishme në lidhje me vendimet, në lidhje me ngjarjet që mund të kenë ndodhur përgjatë atyre viteve. Fillojnë që në vitin 1945, por janë deri në vitin 1990. Dhe në fakt që nga viti 73 deri në 91 janë pikërisht vitet kur edhe Dritëro Agolli ka qenë kryetari i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar. Pra kemi edhe shumë informacion të rëndësishëm në lidhje me këtë periudhë që Dritëro Agolli ka shërbyer në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar. Kjo në fakt është dhoma të cilën ne ja kushtojmë gazetarisë, duke qenë se ai ushtroi profesionin e tij si gazetar, pasi përfundoi studimet e tij në Universitetin e Shën Petersburgut, që prej vitit 1951 deri 71, dhe në fakt neve në mur kemi një kronotopi të botimeve të punës së tij gazetareske, ku patjetër që numrat përkasin rajoneve që ai mund të ketë që ai ka vizituar gjatë kohës si gazetar, dhe ajo që është në fakt një fakt interesant është duke qenë se Shqipëria ka rreth 3000 fshatra, gjatë këtyre 20 viteve Dritëro Agolli personalisht ka vizituar rreth 2700. Prandaj edhe Dritëro Agolli njihet si njeriu i popullit. Ndërkohë që nëpër ekspozitor ne kemi disa prej kamerave dhe fotografive që ai mund të ketë bërë. Kemi blokun e tij të një nga bloqet e shënimeve. Dritëro Agolli ka një koleksion të madh me bloqe të cilët nuk i hodhi asnjëherë, po i gjejmë të gjitha shënimet e tij. Ndërkohë që këtu kemi edhe aparate fotografike. Në fakt, Dritëro Agolli ka shërbyer edhe si
redaktor dhe shkrimtar në 3 gazetat më të famshme të asaj kohe, që në fakti kemi në këtë anë mori, kemi Rinia, Zëri i Rinisë dhe Zëri i Popullit. Dhe pjesa më e madhe fotografive që janë përdorur janë fotografi që ai vetë bënte gjatë kohës së udhëtimeve të tij. Televizorët? Janë televizorët e shtëpisë, Televizorët në fakt janë po themi deri duke qenë se Shqipëria ka qenë e izoluar dhe shumica e prodhimet ndonte brenda vendit përfshirë televizorat. Këta janë disa nga televizorat e parë që kanë ardhur në Shqipëri. Të katërt janë Philips, ky është pak më i ri, por ndërkohë 3 të parët ende funksional. Vetëm jo me kanalet që neve kemi sot. Që të 3 i përkasin viteve, po themi fillimit të viteve 90. Dhe këtu kemi? Këtu kemi disa prej artikujve që kanë dalë në gjuhë të ndryshme për Drito Roagolli, sepse Drito Roagolli nuk ka qenë një shkrimtar i njohur vetëm në Shqipëri, por gjithashtu edhe jashtë saj. Sidomos me kryeveprën e tij e cila është përkthyer në shumë gjuhë të huaj, Shkëlqimi dhe Rënia e Shokut Zyla. Këtu jemi në sallonin e apartamentit të Drito Roagollit, pra duket ndryshimi i 2 apartamenteve dhe kjo është edhe veçantia e tyre. Patjetër që këtu kemi më shumë element të ngjyrave dhe të drurit, element të cilit Agolli i donte. Dhe në fakt kjo është shumë e dukshme në pikturat të cilat ai zotronte, në mënyrën se ai ka vendosur të arredojë shtëpinë, pra veshja me dru, për shembull që është në mur apo ndarsi, është bërë me kërkesë të autorit. Ngjyra e murit që është në fakt ngjyra origjinale e apartamentit, gjithashtu është bërë patjetër është e zgjedhur nga vetë autori. Këtu çka kemi? Ndonjë kemi edhe disa piktura. Shumica e pikturave në fakt janë piktura të cilit Agollit i janë dhuruar. Mund të jenë dhuruar nga familjarët e tij, nga autorë të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve, mund të jenë dhuruar nga admirues të ndryshëm që ai kishte, ndërkohë që kemi edhe 2 portrete të tij, patjetër në moshë kur ka qenë në moshë pak më të thyer, dhe ndërkohë atje kemi një Drito Roagolli të ri, në moshë më të re. Në fakt, divanet që ne kemi këtu janë divanet origjinal të apartamentit dhe në fakt, edhe për 2017 janë divanet që mund të konsiderohen të vjetër. Megjithatë, Drito Roagolli nuk donte t'i ndronte. Edhe nëse shohim video në fakt të tij, të intervistave të tij, ai gjithmonë do të shfaqet në atë cepin e atij divani. Po, e vërtet është. Edhe televizorin që në fakt i kemi këtu i prodhuar nga kompania Iliria, në fakt është ende funksional. Nga cila kompani? Iliria? Iliria, në fakt në shtëpinë e Agollit ne kemi edhe një nga kompania Adriatiku. Një fakt që është interesant për Agollin është që i pëlqenin figurinat e personazheve si Don Quixote dhe Sancho Panza. Dhe në fakt i kemi që të dy edhe këtu. Ai thoshte se më frymëzojnë këto 2 personazhe. Këtu kemi teperdet sa dihen me... Po, ato janë fotografi të cilat mënyrën se si është zgjedhur që të vinë në muze, i kemi vënë në formën e perdeve. Kjo që është? Aty kemi një mangall. Është në lartësinë e sofrave, patjetër mënyra funksiononte edhe brenda dhe jashtë, me qymyrin që vendosin në mes, por që patjetër duhet tregoheshim shumë të kujdesshëm në momentin që do ta përdorni. Dhomën e Shkëlqimit dhe Rënies së Shokut Zylo. Muzeu i ka dedikuar, po themi, dhomën e vet këtij libri, që mund të themi se është kuruar ndër vite, duke qenë se ka një histori shumë interesante. I kërkohet Drito Roagollit nga drejtori i revistës Hostenit, asaj kohe që të shkruante disa histori të shkurtra. Dhe në faktu në këtë ekspozitor kemi pikërisht historitë e shkurtra që Drito Roagolli fillon të shkruan për Shkëlqimin dhe Rënien e Shokut Zylo, që më pas botohen në vitin 1972 në revistën Hostenit, të cilën ne kemi këtu. Më pas, Drito Roagolli vendos që këto histori të shkurtra t'i bashkojë dhe t'i botojë në formën e një librit, të cilin, librin origjinal dhe botimin e parë, ne e kemi këtu, pra në vitin 1973. Me kalimin e viteve, Drito Roagolli me çdo botim që ka bërë, ka shtuar ose ka zgjeruar pjesë, e cila ne këtu kemi disa versione të ndryshme në
vendet të vendosura në vendet të ndryshme të bibliotekës. Versioni I fundit ku ne shohim edhe vetë shënimet e autorit me ato planin se çfarë do të shtonte pas regjimit, na kanë sjellë tek libri që neve gjejmë sot. Edhe në fakt nëse ne I krahasojmë, po themi që shumë herë më voluminoz libri që neve marrim sot nga shkëlqimi I Rënies së Shokut Zylo, nga botimi I parë që ka dalë. Ne mund të gjejmë tek ky libër që ne gjejmë sot, mund të gjejmë pjesë të cilat në botimin e parë nuk janë. Prandaj edhe mund të themi se libri është kuruar ndër vite. Ndërkohë që është një libër që bëri zhurmë, ka bërë bujë jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë kufive të saj. Ne këtu kemi edhe përkthime në gjuhë të ndryshme, si turqishtja, frëngjishtja, në gjuhën kineze, gjermanisht, apo një nga përkthimet e fundit që ka ardhur në gjuhën italiane. Ndërkohë që në këtë faqe të murit ne kemi disa prej ilustrimeve. Kur fillon të botohen kapitujt e shkëlqimit dhe rënies së Shokut Zylo në revistën Hosteni, erdhën të shoqëruara me ilustrime, disa prej të cilave ne I kemi bërë edhe më të mëdha për vizitorët. Që kam pas janë veshjet origjinale të çiftit, kemi kostumin e Sadies, edhe një nga kostumet më të famshme të Dritëro Agullit, bashkë me çantën e tij, të cilën edhe me kalimin e viteve dhe me prezantimin e modës së re, ai preferonte pikërisht të vazhdonte të ruante autenticitetin e tij, origjinalitetin e tij me një çantë lëkure. Tu kemi disa prej kopertinave të librave të tij, kemi libra me poema, kemi libra me novela ose romane, të tjera I kemi edhe në brendi. Komisari Memo, një vepër tjetër e cila është përkthyer edhe në gjuhën frënge, por jo vetëm, edhe Njeriu me top, që bëri shumë sukses në Shqipëri, gjithashtu u kthye në një film në gjuhën shqipe, gjithashtu është përkthyer edhe në gjuhën frënge. Pjesë të shkëputura nga libri I shkëlqimit dhe rënies së Shokut Zylo. Këtë pjesën të tavan. Po, I kemi patjetër në gjuhën shqipe, por edhe të përkthyera në anglisht për vizitorët. Pavarësisht se ofrohen në gjuhë të ndryshme, zakonisht informacioni I gjendur në mur është në gjuhën angleze, patjetër. Gishtin do të presë shpëfik. Duke vënë gishtin në gojë, mua do të më kujtosh në kuzhinë dhe do të thuash prapa dollapit të lyen me bojë, për pak e harova ditëzi. Ndodh sikur si jetoj në vendin tim. Në një vend të largët. Ti në kanape tani dremit, ndoshta gjumja. Tjetrën provoj? Që kjo je. Mbi qerpikët në dritë dhe libri nga gishtrit. Nga gishtrit, makaran. Para teje, ndalë mendimi Ndalë mendimi im. Jemi dashuruar edhe sharë. Kim ndarë kaq shpesh në udhëtim, po drejt njëri tjetrit kemi ngarë. Dhoma hesht dhe uga larg gjemon. Tishe ëndra kaltëroshe shumë. Unë donë se pi dhe më nga donë me zifle. Se jam njeri, pa gjumë se nga të. Mund të shkojnë në sfond. Vjolta, ne kemi vizituar 2 shtëpit, të cilat na është duk se I kemi shëtitur këtë shtëpi përpara se vërtet futemi në to. Po. Edhe? Shumë herë më ka ndodhur të flej duke I lexuar këto poezi, po kur s'm ka ndodhur të jem kaq ngushtë midis si mes një libri. Këtyre poezive, po si mes një libri, është një përjetim I veçantë. Përjetimi I veçantë ishte vizita në të 2 muzeet, kur e mendoj sa shumë energji ka pasur ky pallat, gjithë truri, ndoshta gjithë shpirti, gjithë letërsia jonë në një pallat, në 2 kate njëri mbi tjetrin. Muzeu Kadare ishte poshtë, më dha emocione të jashtëzakonshme, sidomos ideja ta shoh veten tulur pranë oxhakut të tij, që ka qenë një oxhak luksos për kohën, ndoshta edhe pak skandalos, kemi parë diskutime lidhur me atë. Nga ana tjetër, tu flasesh të shkruash në një ulse aty përballë skrivanisë ku është shkruar ndoshta pjesa më e bukur e letërsisë sonë. Kështu që secili që vjen mendoj që merr shumë, po ne ndoshta pak që jemi më shumë të apasionuar nga letërsia në përgjithësi, nga letërsia bashkëore jona, nga Kadarea dhe Agolli. Më thënë, këtu me dorëshkrimin e tij janë poezit dhe kjo jep një ndjenjë krejt veçantë, pak në sfond dëgjohet lehtë zëri I tij tek I reciton aq bukur vjershat që mendoj se me zë I shtohet ende dhe vlera artistike më shumë.
Nuk di kush e ka bërë përzgjedhjen, po është një përzgjedhje perfekte e lirikave të tij më të dashura. Anisa tha që më pak vizitor kemi nga Maqedonia. Por se kështu t'jetë, ndoshta tani do të kenë më shumë, sepse do të na shohin ne. Maqedonia e do krimtarin e Kadares dhe të Agollit, kështu që mendoj se ndoshta vetëm nuk kam pasur mundësi të vizitojmë, përndryshe ne na kanë mbajtur gjallë shpirtin e kombit, mu kjo letërsi, mu ky impuls që ka ardhur nga, nuk e kemi ditur që nga këto dy apartamente. Kënaqësi që ishim këtu, vërtet shumë bukur. Cili objekt ka lënë më shumë përshtypje deri tani? Nuk mund ta nga këto dy, nuk mund ta them sepse edhe kur më pyesin edhe për këta të dy shkrimtarët, unë nuk di të them cilin e dua shpirtërisht më shumë, sepse të dy me tiparet e veta. Kam përshtypjen se edhe pyeta që më shumë vizitorë kanë hyrë në shtëpinë e Agollit, jo vetëm se ka qëndruar më gjatë këtu, por edhe për shkak se ka qenë vetë më popullor si tip, ndërsa Kadaria ndoshta pak më kështu elitar, më në fakt mua më shumë përshtypje më kanë bërë telefonat se telefoni është një objekt shumë i pranishëm poezitë. Po, e vërtet. Telefonin e ndërsa te telefoni i shtëpisë Kadares pash një shënim që thoshte se nga libri i Helena Kadares, nga kujtimet, thoshte që zemërohej kur unë bëja kështu biseda të gjata me shoqet në telefon. Dhe për gjithë brezin tonë dhe ata më të rriturit, është një replik shumë interesante që për të rinj besoj s'ka asnjë kuptim se aty askush nuk i thot më pak fol ose mjaft fol, e zgjatë shumë, telefoni është vetëm për punë. Ndërkohë që ne tani kemi vazhdimisht, ata s'mund ta kuptojnë këtë, po ne e kuptojnë. Salloni ishte diçka shumë interesante, të dy sallonet, dhomat e ditës, sepse mendoj që pjesën më të madhe aty e kanë kaluar. Po se po, jo vetëm mobilimi, po kështu vetëm ideja që je në një sallon ku ata kanë ndetë si shtëpi, ku ata kanë qenë njerëz të zakonshëm, sepse ne shkrimtarët ndonjëherë harrojmë se kanë qenë njerëz zakonshëm që kanë ndetë sallon, kanë ngrënë, kanë pirë, janë shoqëruar. Kështu që është shumë bukur. Ideja që ta shohësh atë cepin aty ku i kemi parë kryesisht fotografitë edhe intervistat të Agollit dhe ti jesh aty, është një ndjenjë e bukur. Mua në përgjithësi më pëlqen të jem nëpër muzetë shkrimtarëve, muzet njerëzor. Po, sepse janë shumë intime, por kur janë shkrimtarët e tu të preferuar, kjo besoj më shumë kënaqësi. Po. Ty cilat pëlqen më shumë nga poezitë e tij, nga lirikët? Nga të Agollit? Agollit. Cilën ta veçojmë tani? Nga të Agollit? Po. Poçari? Poçari, po, absolutisht po. A e dim Poçarin? Ta testojmë kujtesën? Poçarin e din edhe të Vajta në gjithë. Edhe trëndafilat e turqeshës, edhe në rrugë dola, edhe Pelegrini i vonuar që është një kthes në letërsinë. Më ndodh sikur si jetoj në vendin tim. Po, kjo është nga ato të zymtat, poezitë e revoltës. Ka edhe shumë poezi të bukura dashuria, po. Dashuria e humbur njëra? Ajo s'm kujtohet. Më kujtohet kjo, ti në kanape, tani dremit, ndoshta gjumi endës të kazan që recituam që parë. Mos më ure më kujtohet. Mos më ure? Po. Ne ishim si kjo si ajo dhe në fund thot. Mos ma kujto. Dhe mos ma kujto, nga poezitë më të bukura që një burr mund t'ja shkruaj një gruaje duke i treguar cilat janë dobësitë e burrit që ajo duhet ti mirë kuptoj. Në fakt, fotografia e Agollit në kujtesën e lexuesve të tij është kështu, me cigare dhe me një gotë përpara. Po. Kështu e fotografoj. Edhe ajo fjala e famshme për njerëzit që pinë, ti trajtojmë me respekt dhe ti quajmë pijetar. Po. Jemi tash ku? Këtu jemi tek studioja e Dritëro Agollit, patjetër sërish mobiljet janë, po themi, më të adaptuara me kalimin e kohës, ndërkohë këtu kemi letra të plota, 2 nga letrat e plota të dashurisë që ai ka këmbyer me Sadien. Ndërkohë kemi edhe disa prej çmimeve apo medaljeve që ai ka fituar ndër vite, përfshir penën e art, duke qenë se është konsideruar mjeshtër i gazetarisë, çmimi jubilar, i cili është dhënë për poezinë e tij. Kemi makina të shkrimit që ai ka përdorur, dhe në fakt këtu kemi diçka më të vonshme, po ajo duhet të jetë më e re. Kjo është më e re dhe në fakt nuk është funksionale, ndërkohë që kjo është një nga makinat e fundit që ata kanë përdorur dhe kjo është ende funksionale. Sa interesant. Patjetër që kjo më pas u zvendësua me ardhjen e kompjuterave të parë në Shqipëri.
Dhe këtu, ja, për shembull çka më bën përshtypje, syzat e Tu kemi syzat e Drejtori Agollit, duke qenë se e donte duhanin autori, kemi lullën e tij apo kemi takëme të tjera. Kjo kutia në fakt ende përmban duhan shumë interesant. Drejtori E këto Agollit. sende më bëjnë përshtypje. Po, ndërkohë Kemi ngjyrën, kemi kuti boje përdorur nga Parker. Kutinë e bojës në fakt Drejtori Agolli e preferonte nga Parker, po ashtu si stilografët e tij të cilit i bënte koleksion. Një e kishim edhe tek dhoma e gazetarisë. Ndërkohë që patjetër kemi edhe koleksionin e tij me revistën Nëntori shumë e rëndësishme në atë kohë. E gjejmë gjithashtu edhe tek apartamenti Kadares edhe të përkthyer në frëngjisht, revistën Nëntori. Kemi veprat e Drejtori Agollit, patjetër librat i përkisnin bibliotekës së tij, disa janë në rusisht, duke qenë se ai studioi në Rusi dhe e njihte shumë mirë gjuhën. Pellegrini vonuar. Po. Pekosh jam Pellegrin. Po. Kemi edhe libra të cilët mund të jenë bërë dhurat. Kemi edhe përkthime në gjuhë të veprave të tij, si për shembull Njeriu me top. Këtu kemi një nga përkthimin e Njeriu me top në gjuhën frënge. E kemi këtu. Kështu që kjo është, kemi disa nga kujtimet të cilat aty janë për dhurat. Për shembull, kjo këtu ka qenë një dhurat nga nipi i tij. Do të thënë, pra kemi disa shumë dhurata në fakt këtu të cilat ai ka ruajtur. Do me thënë këtu është Agolli, Sadia, Kadare, Helena. Po, edhe Helena. Ndërkohë këtu poshtë kemi sërish familjen Agolli. Këtu është edhe Zia Qela. Po, ndërkohë kemi edhe foto të tjera të cilat i kemi të shpërndara në bibliotekë, mes revistës Nëntori, ndërkohë edhe mes librave në rusisht që ai ka. Ana, faleminderit shumë që na i rrëfeve gjërat krejt bukur, qartë, shkurt. Edhe për fund dëshiroj të të pyes, ke ndonjë ndodhi interesante në lidhje me vizitorët që kanë qenë te kjo shtëpi ose te shtëpia poshtë? E kam një në fakt, është e para që më vjen në mend sa herë që më pyesin. Në fakt, neve këtu në muze, tek apartamenti Drejtori Agollit, kemi edhe një poçë rakie. Edhe turistët janë gjithmonë të entuziazmuar që të huajt, gjithmonë janë të entuziazmuar që e provojnë rakin, dhe njëri nga turistët erdhi shumë i lumtur dhe më tha, e kam provuar rakin. Hyra në një lokal, i thash dua të provoj diçka shqiptare dhe më sollën një teke raki. Dhe unë e mora teken, tha, dhe e ktheva. Edhe gjëja parë, tha, nuk arrita do ta shijoja, nuk e kuptova, thash, shijen e rakisë, i thash, shiko rakia, i thash, merret të shoqëruar dhe pihet pak e nga pak, i thash, nuk kthehet direkte siç e merr si shot. Kështu që ka edhe historira të tilla. Por më duhet të them që në shumicën e rasteve vizitorët që vinë këtu e dinë rëndësinë e Kadares, e dinë rëndësinë e Agollit dhe nuk janë autorë që janë të panjohur për ta. Më shumë të huaj apo shqiptar vinë? Shiko, varet me periudha. Zakonisht shqiptarët preferojnë fundjavën, preferojnë festat, duke qenë se kanë më shumë kohë të lirë, ndërkohë që turistët mund të vinë në çdo kohë, duke qenë se teknikisht janë me pushime. Po. Faleminderit shumë, Ana. Shumë faleminderit. Shihemi vitin e ardhshëm. Patjetër, ju mirëpresim.